Bentornati amici di Popper Bresh, oggi siamo in un posto incredibile, Ieme Frasnita, Frascineto, nel cuore dell'Arberia, in Calabria, e che è un ospite speciale. Ule flas un cic italiste, un cic arbrist, un cic sipo. E abbiamo un ospite speciale dall'Albania, ka Shqipëria vjen ti? Ka vjen? Unë nga Shqipëria, nga Tirana më Në saktë. Serde, në Arbëri. Mirë se ju gjeta. Erilda Selaj. E kam thënë mirë? E ke qartë, e ke E qartë. kam thënë mirë, sa mirë, e kam prua 10 herë. Ja vleti mundimi. Erilda është një vajzë gra shumë e mirë sepse ajo vjen nga Shqipëria, vjen nga Ministri i Kulturës e Republikës së Shqipërisë, edhe ajo punojnë me tradicionat, me patrimonje materiali, thëmë me gjuhën italisht, edhe ajo drejtore. Thuaj kush je, thuaj ti kush je. Unë drejtoj qendrën kombëtare të vepritarive tradicionale në Shqipëri, që është, le të themi, institucioni qendror që merret me trashëgimin jo materiale. Në gjuhën e popullit ne i themi trashëgimia shpirtërore. Shpirtërore, sa bukur. Kjo ky ekspresion. E pse jeni këtu në Arbëri? Pse je këtu në Arbëri? Jemi për dy arsye, unë do të them të parën, të dytën ndoshta mund ta lëm edhe si surprizë për me. Ai të di dopo, të primo bon. Arsyeja pse jemi këtu është një vizitë studimore që ne po e bëjmë në kuadër të krijimit të Muzeut Arbëresh në Vuno, Qo? Shqipërisë, po. Muzeu Arbëresh. Muzeu Ma Arbëresh. kishë thonë, e që në vend në intervistën që kishë ponë Ministre e Kulturës e Shqipërisë në Romë, në Vatikan, keme bonë me Popper Bresh, ai ka thonë, po mi muzeu në Arbëresh me Vuno. Allora kishë realitet, Ministre, bravo. Po bëhet realitet tashmë. Sa mirë, sa emocion, e që poni, që këtë poni? Atëherë, ne po vizitojmë fshatra të ndryshëm Arbëresh këtu në rajonin e Kalabrisë. Kemi shkuar në vende të ndryshme dhe kemi vizituar jo vetëm fshatin, qendrat historike, kishat, por kemi takuar dhe njerëzit, sepse nuk bëhet muzet në fund të ditës janë për njerëzit dhe nga njerëzit. Kështu që kemi takuar popullsinë vendase, kemi takuar arbëreshët, për të parë cila është jeta e tyre, për të treguar ata për historitë e tyre personale, nga vinë, por gjithashtu për të treguar dhe ato trashëgimin e tyre, sepse është një trashëgimi shumë e pasur që fatkeqësisht në Shqipëri nuk është eksploruar, njerëzit nuk e njohin ndoshta aq shumë, edhe ka qenë një vizitë vërtet e shkëlqyer. Të ka pëlqyer? Po. Që të ka pëlqyer më shumë. Është vështirë të ndash. Isim si gjëtëre. Më kanë pëlqyer shumë kostumet arbëreshe, Ka grave të Arbëresh. grave, fantastike. Pra, ka një mjeshtëri të bërjes së kostumeve që është e rrallë, duhet të themi. Dhe kostumet gjithashtu kanë edhe një kërkesë estetike që është vërtet fantastike. Edhe kanë një vlerë shumë i madh, pse është. Është një vlerë jo vetëm nga ana e trashëgimisë materiale, pra nuk është vetëm një vlerë etnografike dhe antropologjike, po në fakt është një vlerë e dijebërjes. Në këtë rast dhe tregon që komuniteti i Arbëresh nuk ka qenë vetëm një komunitet pasiv, le të themi, edhe nga historitë orale që kemi dëgjuar, vetë me komunitetin, shohim që nuk ka qenë kurrë një komunitet pasiv. Ne dim që ato kanë qenë shumë aktiv për sa i përket historisë së Shqipërisë, le të themi që lëvizja e rilindërsve në fakt fillon me ju. Vetëm ju në këtë aspekt. Por nga ana tjetër shikojmë që kanë qenë shumë aktiv për sa i përket vetë historisë së Italisë. Do të thonë Italia sot dhe qofse është ajo që është fal Arbreshve. Arbëresh, ta. Pikërisht. Edhe këta Arbëresh tani janë, si thua, janë punojnë bashkë me shqiptar. Ka filluar një Ka filluar një një udhë, na bashkëpunim. thonë një udhë re, është një rrugë e re me Po ka Me filluar një bashkëpunimin- bashkëpunim shumë i ngushtë në fakt. Është nisur si një bashkëpunim midis Ministrisë sonë të Kulturës dhe Ministrisë Italiane të Kulturës, por tashmë po zhvillohet akoma më ngushtë me Fondacionin Arbëresh, me të cilin po bashkëpunojmë shumë ngushtë për krijimin qoftë të muzeut Vunos, qoftë për projektin surprizë. Në fakt, nëse mund të flas pak për të, bëhet fjalë për motin e madh. Motin i madh, është projekti për UNESCO, për rritet e pranverës
e arbreshve që në përgjithë shumë i madhë me universitetet që janë disa partner edhe kam jetë più të pëtishë ki muze si kënë një lajme për këtë muze si vjen këtë muze si e pojnë si e bëjmë të muze në thomë Muzeun në fakt e bëjnë studio, në këtë rast është një studio shumë i njohur spanjolle, që po merret me le të themi krijimin e projektit për këtë muze, por pjesë e kësaj skuadre në fakt pjesa më e madhe janë shqiptar. Dhe pikërisht për këtë kemi ardhur këtu për të parë se cilat janë elementet që ne i duam tek ai muze. Dhe kemi kuptuar që nuk mund të fusim vetëm pjesën e historisë, por duhet të fusim edhe pjesën e diebërjes, sepse ju keni një artizanat shumë të vyer. Gjithashtu duhet të fusim edhe pjesën e traditës tjetër, që është tradita e kulinarisë. Pra nuk duhet të fusim vetëm historinë në këtë rast, sepse duke qenë ne njohim historinë dhe normalisht është shumë rëndësishme, por kemi parë që ka gjithashtu aspekte tjera shumë të rëndësishme të jetës arbëreshe, siç është diebërja, artizanati i tyre është i shkëlqyer. Këto 3 ditë kemi parë pikërisht që artizanati, madje dhe kuzhina e tyre është fantastike. Ke provuar kuzhinën në arbëresh? Ka pëlqyer? Shumë. Të gjithë skuadra e pëlqeu. Gjithë skuadra. Edhe skuadra në fakt filloi duke marrë recetat, filluan duke mbajtur shënim të gjithë emrat e gatimeve, duke pyetur zonjën e agroturizmit për recetën. Dhe kemi marrë recetat, kemi dokumentuar pra gjatë për kësaj periudhe këtu kemi dokumentuar gjithë recetat sepse po mendojmë që të përfshijmë edhe ato të mëse. Edhe kjo një pjesë e rëndësishme ka muzeu me ushqimet. Edhe ata janë ekspertë për arkitekturë dhe janë ekspertë për kulinarinë, produktet tonë. Atëherë, në fushat e kërkimit ne kemi qejf të preferojmë përgjithsisht të ndajmë gjërat. Por harrojmë që në jetën reale, pra në jetën e përditshme, gjërat nuk janë të ndara. Edhe pjesë e kulturës po aq sa që është le të themi historia apo dija apo mësimdhënia dhe edukimi, pjesë e kulturës në fakt është edhe diebërja. Është dhe ajo kuzhina, por edhe pjesa e riteve, pra kur vjen një ditë e caktuar. Pse e festojmë atë ditë? Pra pse festojnë arbëreshët ditën e të vdekurve, le të themi, rritet që kanë me to, pse festojmë edhe ne në Shqipëri, le të themi. Pra po shohim këtu shumë paralele midis të dy le të themi shoqërive të ndara, por që në të vërtetë janë një e vetme. Kemi shumë gjëra të përbashkëta dhe pavarësisht ndarjes, fillimisht nga pushtimi osman, më pas pjesës së mbylljes që patëm ne gjatë periudhës së komunizmit, shikojmë që në fakt kemi jo vetëm shumë të përbashkëta, por kemi një shpirt, një mendim. Dhe nuk na bashkon vetëm gjuha, sepse gjuha është diçka e përbashkët që kemi, pavarësisht ndryshimeve dhe ndoshta edhe perceptimit që gjuha arbëreshe deri diku është pak më arkaike se shqiptarja, por duket kur viziton këto fshatra, duket që jemi të njëjtit njerëz. Po, kjo ka qenë emociona jote, insomma, që ti ke provuar. Edhe siç po thoja, rrugës për këtu në fakt po flisnim për natyrën, edhe që po thoja që në fakt bën shumë sens, pra ka shumë logjik fakti që pse arbëreshët kanë zgjedhur për të qëndruar pikërisht këtu, sepse ngjanë jashtëzakonisht shumë me peizazhet në Shqipëri. Pra është edhe vetë natyra është shumë e ngjashme dhe kanë arritur ta ruani gjithashtu shumë mirë, kështu që e kuptoj dhe arbëria më është e ngrohtë. Pra është shumë e ngrohtë dhe shumë e dashur. Me gjep. Më pyet optik, cila ka qenë surpriza më e madhe? Që ti ke parë, kur ti ke me të këta ditë që ti ke bonë në arbëri, no, që ne kemi qenë në Shënmitrë, pra dhe kemi qenë Bakaricë, kemi shkuar kë Buxat, San Giorgio, në Shën Sofia tjetër, të sot në Frasnit. Cila është një eksperiencë, një emocion që ti nuk e mendoje. E që ti e ke realizuar këtu, nuk e mendojmë. Nuk e pritja. Atëherë unë vin nga fusha e trashëgimisë dhe kam qenë gjithmonë kurioze për arbërin, kështu që është e vështirë pak të më surprizosh, por për sa i përket arbëreshve, kisha dëgjuar për kostumet e tyre dhe kam lexuar goxha dhe dija që do ishin të mirë. Si? Do ishin kostume fantastike dhe nuk më kanë zhgënjur, përkundrazi ishin për të prekshmërive të gjithë ekipit më saktë. Gjithashtu dhe për pjesën e këngëve, janë këngë që dëgjohen në Shqipëri shumë shpesh, këngët arbëreshe.
Ajo që unë nuk e prisja dhe që ishte surprizë për mua ishte Muzeu i Ikonave. Te ikonave, Frasnik. Muzeu i Ikonave pikërisht unë në Frasnik. Ishte fantastik. Ka Ishte një pëlqyer shumë. koleksion shumë të gjerë, por gjithashtu edhe një koleksion të pasur, ishte shumë bukur. Edhe mënyra, le të themi, e paraqitjes së koleksionit, sepse përgjithsisht në muze koleksionet të tilla paraqiten në sensin dhe në një logjik, le të themi, kronologjike, jo tematike. Dhe kjo ishte një tematik që është gjithashtu edhe afër rritit, le të themi, të rritit kishtar të arbreshve. Unë jam një person që udhëtoj shumë. Hobi im kur kam një kohë të lirë në fakt është të udhëtoj. Dhe shumica udhëtimeve të mia përgjithsisht janë drejt Italisë. Dhe më bëri shumë përshtypje që unë kam dëgjuar pothuajse edhe për muze shumë të vogël, ndoshta jo domethënë fare, në vende të ndryshme të Italisë dhe nuk kisha dëgjuar kurrë për këtë muze. Dhe ishte një surprizë shumë e bukur. Shumë e bukur. E Muzeu i Ikonave të Bizantine në Frasnit janë pjesa në fine historinë fetare e arbreshvet me ikonat. Ikonat janë shumë bukure dhe janë ikona ka Rusia, ka Greqia, edhe ka Bulgaria, edhe janë ndryshme të botës, nga Kreta, Kreta. në vende të ndryshme të Ballkanit. Por mënyra si ishin trajtuar ishte diçka e re që nuk e kisha parë më parë. sa bukur. Edhe e ne vizitoni muzeun e ikonave bizantine, Është një ftesë sepse e meriton. Po. E meriton. Edhe kishte biletë të lirë gjithashtu, kështu që pse jo, për gjithë shqiptarët dhe italianët që duhet që vinë në Kalabri, duhet patjetër ta shikoni muzeun. Dhe sigurisht, jemi këtu të kjo bibliotekë shumë e madhe, shumë e mirë. Kemi djegju më para historinë e atë Belushit. Që emocion. Shumë një histori shumë emocionante. Në fakt është ndër personazhet që ka bërë më shumë për të gjithë komunitetin arbëresh. Nuk flas tu vetëm për komunitetin arbëresh të Italisë, por gjithë komunitetin arbëror kudo që kanë emigruar shqiptarët gjatë periudhës, kuptohet pushtimit Osman. Sepse është ndoshta figura e vetme që ka takuar të gjithë arbërorët kudo në botë. Jo vetëm ato në Itali, por edhe komunitetin arbëror në Greqi, në Kroaci, ka shkuar në të gjithë vendet e ka shkuar deri në Argjentinë dhe Australi. Është një person që e ka qëmtuar gjithandej komunitetin shqiptar arbëror dhe ka bërë studime shumë për to, sidomos për sa i përket anës antropologjike dhe etnografike, është fokusuar shumë në këtë pjesë dhe ka dhënë një kontribut të paçmuar, po. Mirë, edhe këtu bëni një vizitë te biblioteka e Belushit, është i volao Tommaso Belushi që pret me është një person shumë simpatik, edhe shumë karizmatik, kështu që ja vlen që të bëni një vizitë këtu dhe gjithashtu vetë shtëpia ndihet shumë e ngrohtë. Duket që këtu kanë jetuar njerëz që e kanë dashur ato që po bëjnë dhe gjithashtu ishte një nga surprizat që më the, ishte edhe te zgjahu. Po, kishin vegjën që bën qelima ose veshje, ishte poshtë dhe ishte një tezgja historik origjinal, ishte shumë i bukur. Është tamam për tu vizituar sepse është një muze i vogël, le të themi, kjo bibliotekë. Nuk është vetëm bibliotekë, por ka edhe objekte interesante. Si bibliotekë është shumë e vyer sepse shumë nga koleksionet e qoftë revistave shkencore, botimeve të bëra ndër vite, qoftë periudhës së rilindjes, shumica e botimeve këtu në fakt fillojnë që në vitet 1800, që janë pikërisht për çështjen shqiptare, për çështjen arbëreshe, është vërtet një thesar për sa i përket kërkimit shkencor për ato që duan që të kryejnë kërkime shkencore në këtë aspekt. Është një thesar i vërtet, por edhe një kuriozitet për ato që thjesht duan të shohin pak histori dhe të shijojnë pak histori arbërore. Samir, faleminderit shumë Erilda, faleminderit shumë. Kam një pyetje, ndërromi. Ke këngë të arbëresh? E ke një këngë preferuar ka muzikë arbëresh? Cila o kënga që të pëlqen më shumë? Moje bukur amore.
është Më e bukur amore, o më e bukur. Ne po e këndonim rrugës djeni që ti ishe me ne dhe po e këndonim rrugës teksa vizitonim njën nga fshatrat e rrugës, po këndonim të gjithë në korë. Më e bukur amore. Ella me më e bukur amore, jo nuk e këndon, do të këndosh? Ti këndon? Jo, unë nuk ka se për të kënduar. Dhe unë nuk këndon, na ju falenderojmë. Shumë faleminderit për Faleminderit ti që të kohën të na dëgjoni. Jo, se keni qenë dhe Që na kishit, djemtë e Pop Arbëresh janë vërtet shumë energjik, shumë aktiv dhe shumë pozitiv dhe po bëjnë një punë shumë të mirë për të promovuar kulturën arbëreshe, por në këtë rast edhe kulturën shqiptare. Sepse po na merrin në intervistë i nga një të gjithë personat kurës të Shqipërisë dhe besoj do të jeni ju gjithashtu do të jeni pjesë e samitit, besoj Arbëresh në Shqipëri. Ju mirpresim aty dhe shihem. besoj që dhe dëgjuesit tuaj do të mësojmë më shumë qoftë për Shqipërinë, por edhe për Arbëreshët. Sa mirë, faleminderit shumë Rilda. Faleminderit. E si thomi kur jemi në fund në emisionin në Pop Arbëresh, do të thomi rini mirë. Rini mirë. Rini mirë. Mirupafshim. Thank you.